nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9. Janë numëruar 31,58% të votave me kusht, derisa ende po vazhdon numërimi i tyre. Bazuar në të dhënat e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në këtë proces prin lëvizja vetëvendosje me 49,81% apo 1.313 vota. Pason Partia Demokratike e Kosovës me 20,45% apo 539 vota. E treta është Lidhja Demokratike e Kosovës me 11,65% apo 307 vota, si dhe Aleanca për Ardhërinë e Kosovës, e cila ka arritur të marrë 236 vota apo në përqindje 8,95%. Mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese të Hagës ankesën për, siç kanë thënë, shkeljen e të drejtave elementare lidhur me akuzën për pengimin e drejtësisë. Në ankesën e dorëzuar nga avokatja e Thaçit, Safi Menegan, thuhet se Thaçi ka qenë viktime shumë shkeljeve gjatë trajtimit të çështjeve të tij në speciale. Në pikën 25 të ankesës, mbrojtja thotë se shumë biseda të Thaçit janë regjistruar pa dijeni të klientit të saj e që përbën shkelje. Ditë më parë, avokati i popullit në Hagë ka thënë se deri më tani ka pranuar vetëm një ankesë nga të paraburgosurit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Ish-presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro, së bashku me gruan e tij Celia Flores, janë paraqitur për herë të parë para gjykatës në New York, duke filluar kështu procesin gjyqësor i cili pritet të zgjasë me muaj. Maduro dhe gruaja e tij janë deklaruar të pafajshëm për të gjitha akuzat. Ndërkohë, Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka mbajtur një takim urgjent rreth situatës në Venezuelë, ku përfaqësuesit e Venezuelës akuzuan SHBA-n për sulm të armatosur ilegal kundër shtetit të tyre, derisa edhe Kina dhe Rusia dënuan ndërhyrjen amerikane, duke thënë se veprimet e tyre kanë qenë të njanshme dhe ilegale. Ato gjithashtu kërkuan lirimin e ish-presidentit të Venezuelës dhe gruas së tij. Ministrja në detyre punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla Shvarz ka reaguar ndaj deklaratave të fundit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, duke theksuar se për të kuptuar qëllimet e Rusisë në rajon, është domosdoshme të vëzhgohen veprimet e Serbisë. Sipas saj, Serbia nuk ka një politikë të jashtme të ndryshme nga ajo e Moskës. Ajo thatë që në vend që të ndërtojë një shtet normal evropian, të përqendruar në reformat dhe vlerat demokratike të Bashkimit Evropian, udhëheqja serbe vazhdon të ëndërrojë një perandori rajonale duke reflektuar, siç tha ajo, një mentalitet rus në miniaturë. Nga të rreshurat e ditëve të fundit, disa zona në rajonin e Klinës, Gjakovës e Deçanit janë përfshirë nga vërshimet. Zyrtarët e komunës së Klinës kanë njoftuar se nga të rreshurat në disa zona është shkaktuar rrëshqitje dheut, vërshime të oborreve dhe bodrumeve të shtëpive. Ndërka që në Gjakove Deçan, vërshimet kanë përfshirë toka bujqësore. Ende nuk dihet se sa është dëmi shkaktuar nga të rreshurat në këto anë. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet të tjera, takohemi në edicionin orës 11. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.